Endrit Shatrulli nga Kosova dhe Jan Vançer nga Kroacia janë shpallur garuesit më të mirë të garës ndërkombëtare, ushtari më i mirë 2025. Garë kjo e zhvilluar në disa disiplina ku pjesëmarrës ishin ushtarët e FSK-s dhe të 6 shteteve partnere. Gara ka shku diçka mirë, ka qenë diçka sfiduese, diçka profesionale. Jena shumë i kënaqur që kam marrë vendin e parë për vitin 2025 ushtari më i mirë, për mua është ndërë dhe privilegj. Gara ishte e mirë, jam i nderuar që mora pjesë në këtë garë dhe inkurajoj të gjitha vendet e tjera që të marrin pjesë në këtë garë. Kjo garë ishte sfiduese, por ishte kënaqësi të isha pjesë e garës. Mbajtja e kësaj gare, cila ka për qëllim shkëmbimin e përvojave dhe krijimin e miqësive, u konsiderua lart nga përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Bashkëpunimi, ndërveprueshmëria, afrimi dhe vlerat që këmbeni ju mes veti e arsyetojnë këtë punë dhe këtë aktivitet ka të rëndësishëm. Forca e Sigurisë Kosovës çdo vit është duke u zhvilluar përputhje me planin ton gjithëpërfshirës të arritjeve të kapaciteteve tona dhe edhe kjo garë është pjesë e rëndësishme e zhvillimit dhe rrugtimit ton përbashkët me gjitha shtetet mike tona. Garë do të ishte e pamundur të realizohet pa ndihmën, përkushtimin, profesionalizmin e treguar nga instruktorët e Forcës së Sigurisë së Kosovës, të cilët me plot përkushtim, ndershmëri, korrektësi dhe integritet kanë realizuar këtë garë. Gara e ushtarit më të mirë mbahet nga viti 2014 dhe në të marrin pjesë ushtrit e shteteve partnere me FSK-n.